A I ke po tash po thojnë u çliru Kosova me ardhin e Albin Kurtit. Po Hashim Thaçi me Kadri Veselin e Jakub Krasniqin e Ramush Haradinin I kanë ndërtu autostradat, shkollat, spitalet, aeroportin, a kanë bo gabime? Boll kanë bo gabime. Po të gjithë kemi bo gabime. Të gjithë kemi bo gabime, edhe unë kam bo gabime me vagona. Por një gabim nuk e kemi bo. Kur mirë për Serbi s'kena menu. Edhe kur nuk kena mendu a pështojmë gjallë prej lufte. Jam shumë krenar që kam hy zbashku me Hashim Thaçin edhe në Kështjellën e Rambujis, me dokumenta fals, jom kthy në aeroplan me ta bashkë në Tiranë dhe jam shumë krenar që I takoj epokës të Hashim Thaçit, epokës të Ramush Haradinit, të Kadri Veselit, Jakub Krasniqit, të Recep Selimit, të Fatmir Limes, të Ali Ahmetit për kohën e luftës. Do më thonë, unë shokët e mi I ndaj në dysh, ata të luftës edhe ata të paqes. Në kohën e paqes kam pas kritika shumë të mëdhaja. I kam kritiku pa fund. Pse? Sepse I kam dasht, sepse I kam respektu, sepse I kam vlerësu. Kjo ka qenë arsyeja ime që në të shumtën e rasteve kam qenë shumë I ashpër me ta, sepse I kam dasht edhe kam dasht që shteti Kosovës tjetë akoma më mirë.